Do të ndalemi në këtë momente tek tema e zgjeruar e mbrëmjes për të folur tashmë për zgjedhjet e parakoshme që mund të ketë Tirana të 10-tat në historinë e saj që nga viti 1992, ndërsa çdo gjë u bë publike në asamblenë e 11 shtatorit kur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama prezantoi Ogerta Panasiliun dhe tha se Tirana nuk mund të lihet pa një kryetar për shkak se velia ndodhet në burg që prej datës 10 shkurt. Këshilltarët socialistë janë mbledhur në selinë e tyre sot, ndërsa pritet që të martën të marrën një vendim. Detajet na i përcjell fillimisht në komunikim të drejtë për drejtë kolegja Klesiana Omeri. Klesiana, sa orë zgjati mbledhja dhe a pati përfaqësues të lartë të partisë që ishin në të? Zgjati rreth 2 orë dhe në fakt u drejtuan nga kryetaria e Këshillit të Bashkiak Megi Fino. Fokusi ishte te kërkesa që hartuan për të shkarkuar Erion Velien dhe që do ta paraqesin në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak, që do të mblidhet të martën në orën 16. Ka patur diskutime për mënyrën se si do të formulojë kërkesa dhe ku do të mbështeteshin argumentet, ku do të bazohej dhe po ashtu për sa i përket edhe firmave që duhen për ta bërë këtë kërkesë për të mbledhur Këshilli Bashkiak. Nga çfarë kemi mundur të mësojmë brenda mbledhjes është se ka patur edhe antar socialistë të Këshillit Bashkiak të cilët kanë hezituar për të dhënë firmën. Padyshim që mes këtyre antarëve mund të ketë edhe mbështetës të zotit Veliaj, por gjithsesi ajo çfarë vlen për të nënvizuar është se të paktën nga ata të cilët ishin të pranishëm është firmosur kjo kërkesë. Ndonse ende nuk e kemi si dokument zyrtarisht, pritet që ti paraqitet ditën e martë Këshillit të Bashkiak dhe në fakt kërkojnë që të aktivizohet neni 62 dhe specifikisht pika C në ligjin për bashkëqeverisjen vendore, ku thuhet se Këshilli Bashkiak mund të shkarkojë kryetarin e bashkisë në rast se ka munguar në krye të detyrës për një periudhë 3 mujore në mënyrë të pandërprerë. Dhe pikërisht duke u bazuar në këtë nen do të bëhet edhe kjo kërkesë. Do të mbetet më pas në Këshillin e Ministrave për të firmosur këtë vendimarrje të Këshillit Bashkiak, duke zyrtarizuar kështu edhe shkarkimin e zotit Veliaj. Këto janë procedurat dhe më pas do të mbetet në dorë të zotit Veliaj nëse do të ankimojë në gjykatën kushtetuese, pasi e ka këtë të drejtë dhe do të pritet një afat 15 ditor në rast se do të ankimojë dhe do të zbatojë të gjithë afatin në dispozicion. Klesiana, duke marrë parasysh se këshilltarët e djathtë në Bashkinë e Tiranës e kanë kërkuar prej kohësh diçka të tillë pra që po ndodh sot, a do t'i bashkohen ata votimit ose mbledhjes ditën e martë në orën 16? Ende nuk ka një reagim zyrtar apo një vendim politik për sa i përket kësaj qasje. Në kushtet kur Partia Demokratike edhe më herët e ka bërë vetë një kërkesë për të shkarkuar Erion Veliajn, pavarësisht se socialistët vendosën që të mos merrnin përbazë këtë kërkesë në mbledhjen e së martës, por të hartonin një kërkesë të re. Kështu që do të presim, nuk e kemi ende një qëndrim politik nga ana e opozitës, duke qenë se sapo ka përfunduar mbledhja dhe me gjas në komunikimet e tjera së bashku do të kemi mundësi të konfirmojmë në rast se Partia Demokratike do të vendosë të jetë e pranishme dhe t'i bashkohet të kësaj kërkese apo do t'a bojkotojë. Por gjithsesi Partia Socialiste mund t'a kalojë vetme, i duhen vetëm 31 vota për t'a zyrtarizuar kërkesën dhe vendimarrjen për shkarkimin e zotit Veliaj. E qartë. Faleminderit Klesiana për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim me kolegen Klesiana Omerin.